Një tjetër zhvillim në jetën kulturore të Shqipërisë këtë herë, fotografia e parë shqiptare është realizuar nga Pjetër Marubi në vitin 1858. Fotoja e thjeshtë e një luftëtari shkodran shënoi edhe fillimin e historisë 150 vjeçare të fotografisë shqiptare. Studiuesi Qerim Vrioni publikoi dje foto të rralla dhe një studim të gjatë përpara historianëve dhe artistëve në Galerinë Kombëtare të Arteve. Në këtë përvjetore, ekspertët kërkuan një kujdes më të madh për mbledhjen dhe ruajtjen e fotografive shqiptare, sepse në to janë stampuar 150 vjet histori e popullit shqiptar, me mira ngjarje dhe protagonistë të zhvillimeve nga më të ndryshmet. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton nga Tirana. Një grup historianësh dhe artistësh morën pjesë dje në një konferencë kushtuar 150 vjetorit të fotografisë shqiptare. Studiuesi Qerim Vrioni paraqiti historinë një shekull e gjysmë të fotos shqiptare që zëfill nga viti 1858 me fotografitë e Pjetër Marubit. Gjithsesi, Pjetër Marubi mbetet fillnisi i kësaj veprimtarie shoqërore, po aq dhe artistike, që quhet fotografia shqiptare. E për këtë ai meriton mirënjohje të veçantë të përhershme, sot për sot e munguar. Studimi i Qerim Vrionit ishte fruti i kërkimeve shumë vjeçare të tij në arkiva dhe studiot e artistëve. Një pjesë të fotove të tyre ai paraqiti në konferencë për të ilustruar historinë e fotografisë shqiptare. Këta janë shqiptar, edhe ai pari që ishte shqiptar me origjinë, Pjetër Marubi, ai u shqiptarizoa, e përthithi mirë mendsinë shqiptare. Dhe duke jetuar në Shqipëri, duke folur gjuhë shqipe, filloi të jetonte me gjithë hallet, me problemet, me ngjarjet, me gjithë. Kështu që këto i bën përshtypje dhe trajtuan me atë artin e fotografisë, duke na lënë fotografi që duhet të krenohemi dhe mund të mburemi. Studiuesi Vrioni trajtoi me kujdes një numër të madh veprash dhe autorësh që kanë punuar me përkushtim për fotografinë shqiptare, duke fiksuar mira persona dhe ngjarje të rëndësishme të vendit. Leon Çika, një nga fotografët dhe piktorët e njohur në Shqipëri, thotë se fotot e këtyre mjeshtrave kanë vlera të mëdha historike si dhe artistike. Janë fotografi që sa herë shikon zbulon diçka të re dhe shikon përsëri me një sy. Janë fotografi moderne që flasin me gjuhë edhe sot me gjuhë moderne. Ky është arti. Ajo tregon që janë fotografi të vërteta, janë fotografi të arrira, janë fotografi të mira. Edhe për këtë duhet të ndjemi krenar, si thua, paçka se historia tregon se kemi një histori pothuajse sa të Europës në fotografi. Që nga viti 1858 një numër i madh artistësh ju kushtuan fotografisë që nga i pari Pjetër Marubi, Jani Zengo, Koli Dromeno, vëllezërit Manaki, Kel Marubi, Kristaj Sotiri, Vani Burda, Gjon Mili, Dimitër Mborja dhe shumë të tjerë. Kristaj Sotiri e kam mësuar në Amerikë, Vani Burda në Rumani, Kristo Shulli në Greqi, e tjerë, dhe kanë ushtruar në Shqipëri. Po kemi dhe Gjon Milin dhe Dimitër Mborjen që kanë mësuar në Amerikë dhe kanë ushtruar në Amerikë. Gjon Mili është nga fotografët që përmendet shumë në fotografinë botërore me origjinë shqiptare. Artistët mendojnë se fotografisë shqiptare duhet kushtuar vëmendje më e madhe si nga studiuesit ashtu dhe nga institucionet kulturore për të nxjerrë më në pa vlerat e saj. Dhe mua më vjen mirë që Vrioni, duke mos qenë një fotograf karriere për vete, merr përsipër, por nuk është e para që po e bën, ai ka bërë 2 botime para kësaj pikërisht për fotografinë. Edhe sjell fotografi të pararrallë ose vetë pa para nga obligun. Sot vetë ndjeva një emocion të përsëritur, domethënë, për fotografi dhe që kisha parë, po kësa radhe i pash me një sy tjetër, domethënë. Konferenca 150 vjetori fotografisë shqiptare është midis veprimtarive shumë të pakta që i kushtohen historisë së arteve shqiptare. Për më tepër, si thot studiuesi Qerim Vrioni, nga mbledhja dhe kujdesi për materialet e shumta fotografike brenda dhe jashtë vendit, del më qartë edhe historia me ngjarje dhe personazhe të shumta të Shqipërisë. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë.